Lezhë i dedikoi një aktivitet përkujtimor Gjergj Fishtes, një nga figurat më të mëdha të kulturës shqiptare në 85 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta. Aktiviteti u mbajt në qendrën muzeale që mban emrin e tij në fshatin Fisht, ku ishin pranishëm përfaqësues të klerit, studiues, historian dhe butues të pranishmit, sollën në fokus rolin e pazëvendësueshëm të Gjergj Fishtes në formësimin e gjuhës shqipe, letërsinë kombëtare dhe në jetën shpirtërore dhe shoqërore të shqiptarëve. Patër Gjergji, para ngjan që i shkoi mendja me bën që pa shqiptarët u mungonte një këngë si Lahuta e Marcis. U mungonte një këngë simbol, të cilën popujt tjerë këngë të tilla i kanë ndërtuar para 2000 e 3000 vjetësh, para 800 vjetësh, kemi në Spanjë edhe në Gjermani. Shqiptarët u ra rasti që ta bëjnë të fundit, s'kishte dalë më përpara një Patër Gjergj tjetër me e bë, dhe e bani Lahutën e Marcis, tamam për si ilaç për shpirtin e shqiptarëve, mi i bë me dashkër dhe ai u foli për Shqipni kur Shqipnia nuk ekzistonte. Kjo është gjaja, filloi më ndërtu, mas Lahutës filloi më ndërtu Shqipëria. Ne sado që i përmanim epitete superlative, kur nuk më të mërim me perifrazu se kush ka qenë më të vërtet për kombin shqiptar Gjergj Fishta. Statistika krijuese, segmenti kohor kur Fishta shtjellon gjithë krijimtarinë e vet letrare, janë viti 1902 kur për herë të parë po themi boton këngën janë prej këngëve të Lahutës Marcis, pa përmend në krijim tjetër të mëhershëm, dhe mbyllet me kur mbyll syt Ernesti e Çekut te ajo lirika, përmbledhja lirike e fundit, por në fakt ndoshta një kufi punor këtu i krijimtarisë tij vlen të përmendet edhe ai kunorzimi i botimit të Lahutës Marcis në vitin 1937, ndoshta ajo është gjaja momenti më serioz i krijimtarisë artistike letrare të Fishtës. Figura e tij është e madhe, sigurisht nga ana kulturore, që i keni cekur edhe ju, por për ne, si dioqez nga ana shpirtërore, si prift, si frat që ishte, normal ndoshta ne vlerësojmë më shumë punën e tij shpirtërore, baritore në këtë dioqezë, në kuvendet ku ai ka qenë i pranishëm. Mendoj që përveç aspekteve letërare, kulturore që të tjere do t'i cekin, për mua është shumë e rëndësishme që t'u kujtoj e të paktën të nënvizoj një aspekt që ndoshta është tamam për ne të krishterët. Fakti që atë Gjergj Fishta na kujton që të krishterët, pikërisht sepse njohin dashurinë e Zotit, pikërisht sepse e duan fort Zotin, Krishtin, kudo që kanë qenë, kanë dashur gjithmonë vendin e tyre. Veprimtaria u shoqërua me recitime poetike dhe këngë të frymëzuar nga jeta dhe krijimtaria e Gjergj Fishtes, duke kthyer këtë përkujtim në një omazh për një nga figurat më emblematike të kulturës shqiptare.